Përshëndetje të nderuar dhe shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të martave, si zakonisht mbetemi tek gjeopolitika, kanë ftuar në pjesën e parë të emisionit mikun e emisionit Dritan Goxhaj. Dritan, kënaqësi që të kam. Dritan, fokusi edhe për sot do të jetë Irani, mbase në fund mund të diskutojmë edhe diçka në raport me një postim, një analizë tuajën për sa i përket luftës Rusi-Ukrainë, sepse u bën gati, u përmbyllën 4 vjet dhe ai kanë arritur apo jo objektivat. Po do të mbetemi fillimisht tek Irani. Zhvillimet e fundit tregojnë që vazhdojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta përforcojnë atë rrethimin ndaj Iranit, por ajo që bën përshtypje si lajm i fundit është që Pentagoni e ka nëpërmjet generalit Dan Kane ka këshilluar që nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta sulmonin Iranin, kjo do të kishte pasoja shumë të rënda për sa i përket një sulmi të tillë që mund të rrezikojë jetën e shumë ushtarëve amerikanë. Pra, pak a shumë kjo është paremrimi, por kemi edhe atë foton e generalit Dan Kane, që është Chairman of the Joint Chiefs of Staff, mos është shefi i shtabit, shefi i shtabeve të bashkuara të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Okej, shefi i shtabit. Shefi i shtabeve të bashkuara. I shtabeve, nuk ka një shtab. Okej. Çdo forcë ka shtabin e vet dhe ekziston edhe një shtab i bashkuar. Ky është shefi i shtabeve të bashkuara, por nuk ka kompetencë mbi shtabet e tjera në aspektin operacional ose taktik. Pra, detyra e shefit të shtabeve të bashkuara të Shtetet Bashkuara të Amerikës është këshilluese. Nuk është urdhëruese. Fjala vjen siç është hierarkia që është këshilluese dhe këtë gjë bën dhe pavarësisht se titulli thot Pentagoni, në realitet nuk është Pentagoni në këtë rast, sepse Pentagoni është sekretari i mbrojtjes, pra Pete Hegseth. Po. Kurse shefi i Shtabeve të Bashkuara është pjesë e Pentagonit, por nuk është në kuadër të Pentagonit, pra është pak mbete. Gjithsesi, ajo që ka thënë është çfarë këshillimi, pra këshilla e tij që i ka dhënë Shtëpisë Bardh, nuk është në aspektin që të mos ndërhyet, në aspektin që në rast se ndërhyet në këto kapacitete që kemi, pra duke marrë parasysh kundër përgjigjen iraniane, atëherë dëmet që Irani mund të shkaktojë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të mëdha dhe të papërballueshme për këtë administratë, sepse kjo është sepse çdo lloj ndërhyrje e Shtetet Bashkuara të Amerikës është një ndërhyrje e limituar në aspektin pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Donald Trump ose zyrtarë tjerë thonë që të mund të bëjmë një luftë totale ose një luftë të gjatë. Çfarëdo lloj lufte që ata përmendin, çfarëdo lloj ndërhyrje që ata përmendin. Ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës është e limituar sepse është shumë larg Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mënyra e furnizimit dhe logjistikës të këtyre forcave atje është e limituar dhe në momentin që e ke logjistikën e limituar, pra pajisjen me armatime, me municione, me ndrimin e personelit, me gjitha, në moment që e ke këtë të limituar, atëherë kjo e bën luftën të limituar dhe një luftë e cila nuk mund të zgjasë, duke qenë se aktualisht kanë në vendngjarje vetëm një në afërsitë e Iranit vetëm një aeroplan mbajtëse, nuk mund të zgjasin më shumë se 15 ditë. Pra kaq është kapaciteti i armatimit, i mbrojtjes kundërajrore dhe i mjeteve të tjera ajrore dhe raketore për sulm ndaj Iranit nuk zgjat më tepër se 15 ditë. Edhe në aeroplan mbajtëse e dytë që po shkon, aeroplan mbajtësa Ford, e cila tashmë ka ndaluar në Kret, ka probleme të mëdha për arsye se duhet kemi që parasysh çdo aeroplan mbrojtëse në Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka kohën e angazhimit në një mision, pra qoftë ai mision ushtarak, qoftë ai mision rutinë që bëjnë misionet e dalë patrullimore në bëjnë nëpër glob, 6 muaj qëndrimi në det. Ndërkohë që Harrison Ford, Gerald Ford, aktualisht ka mbushur 8 muaj. Pasi 6 muajshin e mbushi kur ishte në Venezuelë, pra mori pjesë në operacionin në Venezuelë, dhe në atë moment duhet të kthehej në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe çfarë bëri? Donald Trump i vendosi që kjo mos të shkonte në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të vi këtej. Pra e ka kaluar, ka mbritur te 8 muajsh dhe në rast të llogaritet me një sulm ndaj Iranit, atëherë i bie që kjo të llogaritet deri në momentin e kthimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës ti kaloi 10 muaj. Pra ai te kalon pothuajse në afërsi të 2 fishit të kohës që
duhet të qëndrojnë në det dhe ka pasur probleme, kundërshtime nga ekuipazhi, probleme të tjera të anijes, cilat kanë ndodhur dhe për këtë arsye ka ndaluar edhe në Kret. Pra kapacitetet e njerëzore nuk ka mundësi të rikuperohet në Kretë drejt. Jo, nuk ka mundësi të rikuperohet sepse vetëm në baza personeli duhet të ndërrohej. Pra, mund të bëhet një ndrim në Kretë, po sido që tjetë duhet aeroplan mbajtësat të shkonte në bazën kryesore, të bëhet mirëmbajtje, të bëhet pra duhet të qëndrojë gati 2 muaj në bazën kryesore të Shtetit Amerikës, po të bërë mirëmbajtje. 6 muajve, absolutisht. 2 muaj ka. Ky është protokolli. Ky është protokolli. Kjo është e kaluar tashmë. Dhe kjo do të thotë që ti çosh në limite jo vetëm njerëzit, po edhe mjetet edhe materialet edhe të gjitha që do të përdoren dhe duke pasur parasysh që do të kemi një përplasje me Iranin është i përket një operacioni totalisht intensiv, pra ti do të përdorësh të gjitha mjetet në dispozicion që i posedon kjo aeroplan mbajtëse. Pra nuk mund të kesh mjetet e limituara ose të përdorësh ato që kanë më pak orë fluturimi ose ato që kanë do t'i përdorësh të gjitha. Dhe dëmet që mund të vinë edhe për shkak të kalimit të limiteve të orëve të fluturimit ose të orëve të përdorimit të mjeteve, po mund të vinë edhe për shkak të dëmeve që mund të vinë nga goditjet iraniane. Pra kjo është detyra e generalit të shefëve të Shtetit Bashkuara, i cili ja ka bërë me dije Pentagonit edhe Shtëpisë Bardhë që në rast se shkojmë në një gjë të tillë, sepse aktualisht janë 4 opsione në tavolinë. Pra, Trumpi ka ofruar 4 opsione. Opsioni i parë është një marrëveshje, pra një marrëveshje si ajo viti 2016. Pra nuk ka një ndryshim, vetëm se Trumpi atë marrëveshje që Trumpi e prish në 2019 dhe tashmë do thotë që arrita një sukses. Ky është opsioni i parë, pra bëjmë një marrëveshje dhe mbyllen me këtë marrëveshje dhe nuk ka sulme të rriqen forcat. Opsioni i dytë është sërish arrihet një marrëveshje, po sërish Trumpi sulmon. Pra, sepse mund të duket marrëveshja e pashme. Po të arrihet marrëveshje, prap sulmon. Opsioni i tretë është një goditje limituar që Shtetet Bashkuara të Amerikës e quajnë goditje të limituar dhe opsioni i katërt është një luftë më e gjatë. Por këto janë 4 opsionet për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që për Iranin ka vetëm 2 opsione. Ose marrëveshje dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës tërhiqen nga gjithë kjo presioni, ose çfarëdo lloj goditje që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bëjnë ndaj Iranit, ta konsiderojnë si të duan, Irani e konsideron çdo lloj goditje si një luftë totale dhe do të përgjigjet në aspektin total. Pra nuk ka parasysh se Amerika quhet e limituar ose gjë. Po, goditje e limituar. Pikërisht, pra nuk hyn në pesë. Tavolinë kam dëgjuar këtë. Po, prandaj po them që nuk ka goditje të limituar për Iranin. Irani ka përcaktuar që çfarëdo lloj goditje, qoftë edhe një raketë na selëshohet, ne do të përgjigjemi, Irani do të përgjigjet fuqimisht në all out war. Në gjithë all out war. Pra kjo është, pra për Iranin ekzistojnë 2 opsione, për Amerikën 4 opsione, por realiteti është që opsionet varen mbi atë me cilin ti do godasësh. Pra mbi kundërshtarin, mbi kundërpërgjegjësin. Kundërpërgjegjësi është Irani, kështu që në realitet kemi vetëm 2 opsione, jo 4 saç prezanton Shteti Bashkuar të Amerikës. Pra nuk ka shanse që të ndodhi goditje e limituar sepse nuk ka shanse që të ndodhi goditje e limituar. Jo, ideja është i marrim këto skenare dritan. E para ishte marrëveshje dhe marrëveshja do të thotë që Irani të tërhiqet nga Irani, një marrëveshje në aspektin asaj që edhe Irani arrin një marrëveshje normale për Iranin, pra që të vazhdoj mbajtja e uraniumit, të vazhdoj po pritet fakt të njëjtën, pritet një propozim, një kundërpropozim. Të vazhdoj pasurimi i uraniumit, po jo në ato kapacitete që është aktuale, pra të jetë me ulë deri te 20%, që deri te 20% është mjaftueshme për nevoja energjie dhe për nevoja mjekësore. Pra kjo është e mjaftueshme. Pra të pranë se arrihet kjo, pastaj me këtë marrëveshje palët bien dakord, amerikanët tërheqin forcat, iranianët bëjnë të lejojnë inspektorët e Kombeve të Bashkuara, pra të Agjencisë Atomike të Kombeve të Bashkuara që të vazhdojnë inspektimin, siç ka qenë më përpara, pra gjithçka nën inspektim, nën kontroll dhe në këto. Çfarë pasojash politike sjell kjo për administratën Trump është komplet diçka tjetër. Pra është një flet tjetër e bllogut për të diskutuar politike nëse të rriqet me një pra, në rast se të rriqet vetëm me një deal, pa e sulmuar Iranin, atëherë pasojat politike për administratën Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në raport me Izraelin dhe në raport me kristiano-zionistët, të cilët po ngulin këmbë për të sulmuar Iranin, do të sjellë probleme pra përplasje midis këtij grupit që quhet MAGA ose këtyre të tjerëve që ekzistojnë. Pra kjo janë raporte të tjera, probleme të tjera që ati hapen në rast se arrin të marrë koston, po, sepse këtu kemi gjithë problemi është çështja e leadershipit. Pra, ai leadership që arrin të marrë koston e vendimeve të tija, ai mund të ecë edhe përpara. Pra kemi një leadership që tashmë duhet parë Trumpi arrin të marrë koston e vendimeve të tija. Së fundmi Trumpi e rikujtoi edhe një herë atentatin që u bë, e ditha që
jam gjithmonë shënjesër, por unë kur nuk harroj. Prandaj po them, problemi është i tillë që edhe kam thënë edhe një herë dhe përsëris që në rast se nuk e sulmon Iranin, atëherë mund të rrezikojë jetën. E risolli Trump, para dje ose pardje është edhe kjo mundësia. Deklaratën. Kurse në rast se bie, po ka edhe një tjetër që mund të arrijë një marrëveshje dhe pavarësisht arrin marrëveshjen, sërish e përdorin Trumpi dhe Kristianë Zionistët e përdorin marrëveshjen për të ulur vigjilencën e Iranit. Pra e arritëm një marrëveshje, jemi dakord. Ulet vigjilenca dhe këta thonë që ne do fillojmë të tërheqim trupat dhe fillojmë të tërheqin disa avion sa për të krijuar idenë që po tërheqin trupat. Dhe në momentin që Irani pas 4-5 ditësh ose një javë ka ulur vigjilencën se mendoj, atëherë këta e sulmojnë dhe zën në befasi. Pra mund të përdoret edhe kjo taktikisht. Për këtë sepse këtu nuk ka çështje morali. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë treguar që sidomos me ardhen e Trumpit në pushtet nuk ka më moral. Pra këtu mbreti ka dalë lekuriq dhe nuk intereson më s'është më që s'bëhet llaf morali. Pra kur mbreti del lekuriq nuk ka më çështje morali. Morali nuk diskutohet. Prandaj kjo mund ndodhi. Dhe në momentin që ndodh kjo, hym te 2 pikët e dyta, që është te 2 pikët e fundit. Pika e tretë është goditjes limituar, pra lëshon disa raketa Tomahawk, 2-3 bomba dhe thotë që e bëm të limituar dhe pret një kundërpërgjigje të limituar nga Irani. Dhe shkojmë tek dhe nga kjo pastaj Irani nuk do, siç ka thënë, nuk do të kemi kundërpërgjigje të limituar, pra juve quani si të duash, ne nuk do e bëjmë të limituar dhe në momentin që nuk e bëjmë të limituar, atëherë kalojmë te pika e 4 që Shtetet Bashkuara të Amerikës pas sulmit iranian janë detyruar edhe ato të vazhdojnë sulmin masiv, i cili nuk mund të zgjasë më shumë se 15 ditë, maksimumi 20 ditë, por që në këtë përplasje masive do të sjellë dëme të mëdha, jo vetëm në aspektin ushtarak për Shtetet Bashkuara të Amerikës në të gjitha bazat e saj, por do të sjellë dëme të mëdha edhe për vendet rajonale të cilat i kanë lënë tashmë hapësirën ta përdori Trumpi hapësirën e tyre ajrore për nevojat sulmit të Iranit, sepse aktualisht për shembull sot, gjatë gjithë ditës, një avion zbulimi amerikan E-3A, nga ata avionet e mëdhenj që kemi diskutuar, që janë komanda zbuluese avion AWACS, pra ata AWACS-ët, ka fluturuar diku të rreth 6 orë gjysmë mbi Turqi në kufi me Iranin. Pra Turqia e ka lejuar përdorimin e hapësirës ajrore, pavarësisht se thotë që nuk është kështu. Të njëjtën gjë ka bërë edhe në Katar, të njëjtën gjë ka bërë edhe në Arabinë Saudite, pra Amerika nuk po i pyet më për Amerikën e Trumpit, nuk ka aleat. Nuk njihet koncepti aleatët te Trumpi. Trumpi njeh vetëm vasalitetin dhe jo aleatët. E qartë. Dhe duke qenë se këto avion janë të bazuar, shumë ky avion i shkënit të Turqia është bazuar në bazën ushtarake të Konjas, atëherë kjo bazë ushtarake bëhet subjekt i goditjes nga ana e Iranit, sepse të gjitha ato baza ushtarake është përcaktuar në Iran që do të përdoren në sulmin ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe kjo është pjesë e sulmit, pra në moment që ti ngrihesh dhe merr informacione dhe për ul avionin, pra kjo bëhet pjesë e këtij sulmi. Pra me sulm nuk kuptojmë vetëm ato baza që lëshojnë raketa. Dhe ata ose dron. Pra edhe ata që mbështesin, është gjithë pjesë e sulmit, pra pjesë integrale e sulmit. Pra edhe këta avionët zbulues që ulen nëpër këto baza këto të godin, pra do të kemi goditje të këtyre bazave. Dhe po Turqia është gjatë gjithë kohës dritan që është kundër një sulmi. Dhe të jetë një sulmi kundër, aktualisht i ka lejuar përdorimin e bazave. Dhe këtu është gjithë problemi. Kemi një Turqi e cila ka lëvizur nëse mbani më në sulmin e Irakut, kur bëri sulmin e Irakut në 2003, Turqia nuk i lejoi Shtetet Bashkuara të Amerikës të përdorin as bazat e saj, as hapësirën e saj ajrore dhe as territorin e saj. Pra në mënyrë kategorike. Nëse tashmë thotë jemi kundër sulmit, por ama bazat po ja lejon të përdori. Hapësirën e saj ajrore po e lejon ta përdori. Dhe në këtë aspekt kemi një gjë që sulmi ndaj Iranit i intereson Izraelit për të parë kapacitetet mbrojtëse raketore të Turqisë, sepse duke qenë se kjo bazë kryesore në Konjas ndodhet në Turqi, është subjekt i goditjes nga Irani. Dhe në rast se Irani do të lëshojë një raketë, atëherë izraelitët kërkojnë të shohin në këtë aspekt si do reagojë dhe si do mbrohet, pra cilat janë kapacitetet mbrojtëse të Turqisë kundër ajrore. Pra Izraeli është i vetmi vend i cili intereson të shohë se cilat janë kapacitetet mbrojtëse të të gjitha vendeve që kanë në rajon. Duke nisur që nga Turqia, Arabia Saudite, Egjipti, Katari, Omani, pra gjitha këto vende që kanë. Po nëse Irani godet këtë bazë dritan, Turqia vetëm do mbrohet, mund të futet dhe Turqia në. Prandaj po them që mund të futet, mund mos futet, prandaj iranianët e kanë deklaruar gjithnjë që lufta do të kthehet në një luftë rajonale. Dhe kjo është para lajmërimi. Pra ky është para lajmërimi. Pra kthehet në një luftë rajonale.
Dhe Irani ka paralajmëruar të gjithë fqinjët e tij që në rast se lejoni përdorimin e hapësirës suaj ajrore dhe bazat tuaja për këtë ne do t'i godasim ato baza që ju e keni lejuar. Pra i ka paralajmëruar zyrtarisht më përpara. Dhe për këtë arsye thotë që sepse normalisht edhe Irani pret që Turqia të kundërpërgjigjet, ndoshta edhe Arabia Saudite të kundërpërgjigjet. Pra në rast se të gjitha ato kundërpërgjigjen, atëherë edhe aleatët e Iranit në rajon edhe ata do të reagojnë. Pra lufta do të jetë një luftë totale e përgjithshme në rajon dhe lindja e mesme del. Mbori përshtypje një lajm drejtan për Libanin, domethënë ku bëhesh e thirrje që qytetarët duket Shtetet Bashkuara që të largohen edhe nga Libani. Ka një gjë. Naim Kasemi gjithashtu ishte shprehur që nëse sulmohet. Absolutisht kemi një gjë, pavarësisht se po flitet, kemi një pikë për të parë për të kontrolluar më mirë, pra për të ditur më mirë se do bëhet sulmi apo jo. Aktualisht nuk ka një indikacion që sulmi është eminent, pra që mund të bëhet nesër, sot ose pas nesër, brenda këtyre 2-3 ditëve. I vetmi vend i cili po i largon personelin e tij nga vendi është vetëm Libani. Pra aktualisht vetëm Libani dhe ambasada në Liban ka larguar pothuajse 70% personelit nga Libani. Edhe gjithë forcat e tjera amerikane që ndodhen në Liban janë duke u larguar nga Libani. Kurse në Arabi Saudite, në Katar, në Oman, në Kuvajt nuk kemi një thirrje për largimin e personelit. Pra ka vazhduar, ka mbetur ai personel, pra ka qenë thirrja e parë që është bërë para 2 javësh dhe ka mbetur pesa tjetër e personelit dhe nuk kemi largim të personelit as nga bazat as nga ato. Dhe ajo çfarë shohim kryesore, pra që mund ta shohin gjithë njerëzit është do shohësh ato notice to airmen, pra ato që lëshon aviacioni civil. Ato që lëshon aviacioni civil, lëshon EASA, Agjencia Evropiane e Aviacionit Civil, dhe kam ato fotot unë se. Po, dhe vendet përkatëse. Regjia duhet të kemi ca foto të EASA-s aty. Dhe vendet përkatëse lëshojnë atë notamin. Notami lëshohet për një javë ose për një muaj, pra varet se si dhe po të shohësh notamet që kanë lëshuar EASA, bashkë me notamet që ka lëshuar për shembull ky është një notam që ka lëshuar Gjermania, pra i vetmi vend se thotë lëshuar me 10 shkurt 26 i vlefshëm deri në 10 mars 2026, mendoj? Pra 10 shkurt 10 mars. Po, dhe thotë German operators should not enter the airspace, pra operatorët bëhet llaf për operatorët civil, pa operatorët civil gjerman nuk duhet të hyjnë në hapësirën ajrore të Iranit, mendoj? Pra 10 shkurt 10 mars është po overrides the caution in the previous AC. Pra dhe thotë sepse për shkak të një konflikti të mundshëm, për shkak të përshkallëzimit të një konflikti, nuk lejohet të hyjë, kurse vetëm Gjermania ka, ndërsa vendet e tjera, për shembull EASA, e cila lëshon për të gjithë kjo është Italia, për shembull Italia thotë, nuk thotë që të mos hyjnë, por të tregojnë të kujdesshëm në hapësirën ajrore, pra të gjithë operatorët italianë në hapësirën ajrore iraniane për arsye sepse kemi angazhim të forcave kundërajrore, angazhim të raketore, stërvitje ushtarake, veprime ushtarake dhe mund të konsiderohen, pra avioni civil mund të merret rastësisht për një avion ushtarak dhe mund goditet, pra çdo avion duhet të hyjë, pra nuk ka ndalim. Në momentin që ka, thotë ndalohet përdorimi i hapësirës ajrore, pra ndalohet hyrja. Kjo është EASA-s, pra EASA nxjerr një buletin që quhet Conflict Zone Information Bulletin, pra çdo kush mund të hyjë në Google, edhe vetëm shkruaj EASA Conflict Zone Information Bulletin dhe i del buletini për gjitha vendet që janë në konflikt. Dhe edhe ky buletini i kësaj thotë, pra lëshohet me datë dhe ka vlerë, pra është lëshuar me datë 12/2/2026 dhe thotë ky buletin është i vlefshëm deri më 31 mars 2026. Dhe nuk ka ndryshime në këtë. Edhe këtu thot, pra, se kjo është pjesa e parë edhe. Pjesa e dytë, pra. Restoring given ongoing situation, pra të krijohet, pra të bëhet çdo gjë, nuk thot ndalim, po thot të kihet me kujdes. Pra gjithë që do operojnë mbi Iran, të kenë nën kontroll gjatë gjithë kohës të notice to airmen, të kontrollin hapësirën ajrore, të marrin informacionet e duhura dhe të përdorin në zona të përcaktuara qartësisht për kalim mbi hapësirën ajrore. Pra, nuk e ka ndaluar. Fakti që nuk e ka ndaluar hapësirën civil, do të thënë që brenda këtyre 3-4 brenda kësaj jave nuk ka sulm. Në momentin që ndalohet, sepse para ndalohen hapësirat ajrore, pra ndalohen avionët civil, që mos ketë dëme në këtë punë, dhe në këtë moment lëshohen notice to airmen. Dhe kur këto dalin, ato dalin me të kuqe ndal level 1, pra niveli 1 dhe del e kuqe, thot no fly. Ndalim fluturimi dhe ndalon fluturimi mbi gjithë. Nuk është ndaluar, pra fakti që nuk është ndaluar do të thotë që nuk ka sulm iminent, të menjëhershëm, pra do të thotë që brenda kësaj jave që jemi nuk ka sulm. Avioni AVAX dritan që është ngritur nuk parajmëron se po lexoja një deklaratë ish oficerit të CIA-s, John Kiriakou,
që kanë nxitur reagime sepse pretendon se një sulm amerikan ndaj Iranit mund ndodh brenda fillimit të javës, pra në këto ditë ku po flasim. Sipas tij, informacionin e ka marrë nga një ish koleg në Shtëpinë e Bardhë. Është transmetuar kjo intervistë e tij në 22 shkurt. Pra, teksa i referoja fatit 10 ditor. Do të kemi gjë parasysh. Të gjithë ta që thoni, pavarësisht juve i quani dhe ata i quajnë veten ish oficer të CIA-s. Është si puna e saj që ha robi një lugë gjellë, një lugë çorb të prishur dhe vjell gjithë jetën. Çdo kush që ka punuar në CIA, pra oficer, edhe kur ikën vazhdon të punojnë për ta. Dhe duhet kemi çdo lajm që ata thonë duhet ta marrim pra me besueshmërinë e tyre 50%, sepse pjesa më e madhe e tyre, siç është John Kiriakou dhe shumë të tjerë, janë pjesë e operacioneve psikologjike të CIA-s. Pra pavarësisht se janë të dalë dhe konsiderohen të dalë, po të shohësh atë çfarë ata thonë në deklaratat e tyre, atë çfarë ata thonë në faqen e tij, për shembull, çdo kush që mund të shohë faqen e John Kiriakous në YouTube ose deklaratat e tij në YouTube, pasi mund të shohësh 3-4 rresht, e kupton që është pjesë e një operacioni vazhdim i CIA-s, pavarësisht se ky deklarohet që ka ikur nga CIA. Dhe kjo është pjesa e saj, pra, kur deklarojnë ti shohin dhe çfarë bën. Janë ngritur 2 aviona VAX, njëri në Turqi, njëri në Arabi Saudite, pra, njëri në veri të Iranit, njëri në jug të Iranit. Dhe të dy ato, në momentin që një zyrtar i tillë thotë që kam të dhëna të sakta nga brenda një ish koleg në Shtëpinë e Bardhë. Atëre, këta avion që janë ngritur në ajër, shohin se si bas këtyre deklaratave si reagon ushtria iraniane, pra, cilët janë radarët që aktivizon, sepse jo të gjithë radarët mbajnë gjatë gjithë kohës në aktivitet. Pra, një pjesë e radarëve qëndrojnë në pasivitet, pra ata janë të hapur, po janë pasiv. Dhe këto lloj janë pjesë e operacioneve psikologjike që CIA bën në ndihmë të operacioneve ushtarake. Pra, kështu funksionon. Prandaj që edhe ky John Kiriakou dhe të tjerë që flasin, duhet të kemi një parasysh që mjafton kur të thuash termin që mbaron me CIA, ish ose aktual janë njësoj. E qartë. Dritan, ndërkohë pse po vonohet goditja, se sipas Politikos goditja po vonohet për shkak se Irani ka përftuar sisteme radarit avancuara të afta për të përdor termin ngatruar avionet nga një distancë prej amerikan në një distancë prej 200 kilometrash. Çfarë është më pas, gjithashtu thot Politico, vërehet që për herë të parë janë parë edhe radarët Moskva 1 në Iran, radarët rusë. Çfarë janë këto radarë? Për radarët Moskva 1, janë Moskva 1, Moskva 3 dhe Moskva 4, kemi folur një emision më parë dhe janë radarët që blokojnë sinjalet satelitore dhe sinjalet e tjera. Këto janë këta cilët janë radarë cilët janë përdorur në protestat për të bllokuar GPS-in, për të bllokuar Starlinkun, pra këto. Dhe Politico është me vonesë, pra në këtë shkrim saj, sepse këto janë parë që në janar dhe këto lloj radarësh të rusëve janë përdorur për të bllokuar gjithë sinjalet e GPS-it dhe sinjalet e Starlinkut. Pra ky lloj radari u përdor, pra nuk është se u pa sot, edhe Politico e zbuloi sot. Kjo ekziston që në fillim të janarit. Ajo që kemi diskutuar, pra kjo bën atë bllokimin e valve. Qorrimin, pra. Me këto lloj radarësh bëhen Moskva 1, 2, 3 dhe 4. Të 4 llojet janë parë në Iran, duke u përdorur në këtë që në fillim të janarit, pra që në fund të dhjetorit, pra nuk është kjo diçka e re. Kurse për aspektin që thonë që po ka radar, është vërtet që ka marrë disa radar kinez, janë radar të lëvizshëm, Y8B, diçka e tillë, do ta kenë emrin. Këta janë radarët kinez, janë të lëvizshëm, pra mund ta çosh ta vendosësh kudo në çfarëdo terreni dhe të kapësh, por unë nuk besoj që është kjo koha. Kemi një problem në aspektin sepse sulmi do të jetë ajror, pra nuk kemi sulm toksor ose diçka tjetër. Sulmi do të jetë ajror dhe baza e sulmit ajror, gjithë baza e sulmit ajror do të bëhet nga forcat detare, pra nga aviacioni detar, baza më e madhe. Nga aviacioni detar. Dhe kemi një gjë dhe ajo çfarë ka ndaluar deri më sot, pra është se ka kaluar koha, aviacioni funksionon në bazë të astronomisë, pra. Astronomia është baza e aviacionit. Dhe për shkak të astronomisë kemi të bëjmë me hënën. Pra, vim të sërish të hëna. Dhe hëna tashmë e ka kaluar fazën dhe ka filluar fazën e ndriçimit. Pra, deri para 2 ditësh, deri ditën e shtunë. Deri ditën e shtunë, hëna ishte e errët. Pra, deri të premte për të shtunë.
sepse ata për shembull që janë muslimanë kuptojnë më mirë sepse kemi kalendarin islam i cili bazohet mbi kalendarin hënor. Hënor, po. Dhe me datë ka filluar muaji i marrëdhënishëm i Ramazanit dhe me fillimin e muajit Ramazanit është fillimi i hënës. Pra pra hëna bëhet e ndriçueshme. Deri me datë 30, pra pa filluar muaji i Ramazanit, ka qenë hëna e errët. Dhe ai është momenti kryesor i sulmit, sepse sulmi do të ndodhi natën. Pra baza e sulmit është natë, nuk bëhet ditën, sulmi error. Dhe aviacioni i detar, pra i forcave detare, e kanë bazë të tyre që sulmet të bëhen kur nuk ka hënë, sepse kur ka hënë, ti kur lëshon 70, 80, 100 avion, 200 avion në ajër, edhe drita hënës reflekton mbi avionët njësoj si drita e diellit. Dhe me teleskop të fuqishëm, pra teleskop ushtarak, teleskop zbulimi që ka forcat iraniane, ti mund t'i dallosh për 100 ose 150 km ose edhe deri në 200 km këto lloj avionësh. Pra për shkak të kësaj reflektimi. Pra dhe del në këtë moment bie surpriza dhe humbet avantazhi strategjik i goditjes në këtë pikë. Dhe forcat ajrore amerikane kishin kërkuar që të bëhej, pra ose të bëhej në këtë pikë ose mbas kësaj është shumë e rrezikshme, sepse ti e humbet efektin surprizë në këtë aspekt. Dhe prej datës 1 Ramazan, hëna ka filluar të ndriçojë dhe tashmë është e pamundur për të sulmuar në aspektin e kësaj. Trumpi nesër mund të japi urdhër për të sulmuar, por kjo humbet çdo lloj efekti surprizë dhe do të shikohet. Dhe hëna tjetër tashmë del hëna e humbet fuqinë e saj ndriçuese me datë 20, pra kur mbaron Ramazani. Po. Pra në këtë aspekt, dhe kjo është pjesa më kryesore, sepse gjithë forcat ajrore dhe forcat detare e kanë kundërshtuar veprimtarinë ushtarake në këtë pikë. Plus kemi edhe shefin e shtabeve i cili ka nxjerrë që një sulm do na vë, pra të gjitha këto e kanë pamundsuar Trumpit që të marrë një vendimarrje të saktë për të dhënë një urdhër. Dhe kjo është baza kryesore e mos veprimtarisë luftarake amerikane ndaj Iranit në këtë kohë, sepse ka kaluar koha pra kur ata mund ta bënin në errësirë të plotë. Në rast se mbani mend gjithë këndeshët, kur u bë sulmi në qershor, i datës 25 qershor kundër Iranit, hëna ishte totalisht e errët, pra nuk dukej. Nuk kishte ndriçim. Në atë kohë, këto mund ta breshtisën edhe nuk është se e kemi Jo, nuk kishte ndriçim, nuk kishte ndriçim. Kurse kur u bë sulmi në Venezuelë, hëna ishte e plotë dhe kishte ndriçim, por Amerika përdori një armë speciale në Venezuelë që quhet dollari. Dhe u ble gjithë qeveria, pra mjafton të shohësh tashmë marrëdhëniet që ka krijuar qeveria aktuale venezuelane pasi dorëzoi Maduron, miqësinë e dashurinë që ka me zyrtarët amerikanë që po shkojnë, dhe e merr vesh se çfarë fuqie ka dollari. Arma e re apo e vjetër? Absolutisht armë e vjetër me fuqi të re, por që kjo armë mbuloi edhe ndriçimin e hënës. Në Venezuelë mbuloi edhe ndriçimin e hënës. Kur sulmua, ndërsa këtu në Iran nuk e mbulon dot. Prandaj përdoret në këtë aspekt. E qartë, Dritan, ndërkohë ajo që shohim është që po vija re, domethënë prap armatime, gjithashtu një platformë multifunksionale ruse elektronike Krasuka 4, sistemi Krasuka 4 se nuk është se Shiko, është një armë që përdoret kundër dronëve, pra nuk është një sistem kundër dronëve, nuk është kundër dronëve, nuk është kundër dronëve, nuk. Okej. Ndërkohë kemi gjithashtu Dritan edhe sipas The Cradle kemi edhe teknologjinë kineze që si më thon vazhdon që të shtohet në prezenca e tyre në Iran. Absolutisht, shiko, Kina ka një marrëveshje 25 vjeçare me Iranin për bashkëpunim strategjik të tyre, dhe në këtë marrëveshje të bashkëpunimit strategjik është përfshirë edhe bashkëpunimi ushtarak, pra ndihma ushtarake dhe bashkëpunimi ushtarak. Kjo nuk do të thotë që Kina nesër do hyjë në luftë për Iranin, pra ose do sjellë trupa. Jo, ka vetëm bashkëpunim ushtarak, po jo mbrojtje të përbashkët, pra. Nuk ka mbrojtje të përbashkët. Është për bashkëpunim ushtarak, po jo për mbrojtje. Në këtë aspekt është. Dhe normalisht që e kanë ndihmuar për arsye sepse pjesa më e madhe ose pjesa pothuajse të gjitha raketat balistike iraniane dhe të gjitha llojet e raketave të tjera nuk përdorin më sisteme GPS, ato kanë përdorur deri më sot
dy lloj sisteme, sistemin satelitor rus GLONASS dhe sistemin satelitor kinez Beidou. Dhe iranianët kanë filluar të pothuajse të përdorin me shumicë sistemin satelitor Beidou, por me ndihmën e rusëve iranianët kanë hedhur edhe 4 satelitë të tyre në hapësirë. Bile sateliti i fundit i tyre u hodh para 10 ditësh në hapësirë, është satelit telekomunikacioni i cili shërben edhe për nevojat të dirigjimit të këtyre raketave. Pra, paralel me përdorimin e sistemeve satelitore ruse dhe kineze, iranianët kanë po ngrenë edhe sistemin e tyre satelitor për marrjen e të dhënave, për dirigjimin e raketave, për dirigjimin e dronëve, por edhe për nevoja fotografike. Njëri nga satelitët që kanë hedhur, ai që hodhën vjet në nëndorë të vitit që shkoi, bën fotografime me rezolucion të lartë. Pra, janë duke përdorur edhe satelitet e tyre, pra nuk është. E qartë. Dritan, ishte një fotoregjia më përpara. Më bëri përshtypje, duhet ishte ai ati ushtarit me atë. Ja kjo, Dritan. Kjo çfarë është? Për çfarë bëhet fjalë? Kjo është raketë kundërajrore Krau. Quhet Verba, quhet prodhim i ri, është prodhim i ri rus, i përdorur dhe teknologji e re, sistemi i ri rus i prodhuar gjatë kohës që para një viti e gjysmë, i testuar fuqimisht në luftën në Ukrainë, ka rezultuar shumë efektiv. Fuqia e kësaj godite, rrezja e kësaj goditës është 5 deri në 6 kilometra. Mund të përdoret me radar dhe paradar. Ajo që shihni aty është radari. Radari ka kapacitet të shohë 40 kilometra. Ka një marrëveshje midis Rusisë dhe Iranit për blerjen e një sasie të madhe të këtyre armëve, por marrëveshja është bërë vjet në nëndorë dhe marrëveshja e bërë vjet në nëndorë parasheh që këto armë të fillojnë të lëvrohen Iranit nga viti 2027 deri në vitin 2029. Megjithatë, duke qenë se Irani nuk përjashtoi mundësinë që Irani mund të ketë marrë edhe 200-300-500 cop përpara, pra sepse marrëveshja parasheh diku të rreth 50.000 cop raketa. Pra unë nuk e përjashtoj që Rusia t'i ketë dhënë 500 cop në këtë rast, po nuk do të thotë që 500 cop janë një shumë e madhe. Por ajo çfarë nuk dihet është që a ja ka dhënë, pra në marrëveshje nuk është përcaktuar, a janë bler bashkë me radarin apo janë bler pa radarin. Sistemi pa radar funksionon dhe e ndjek avionin, mjetin ajror, e ndjek nëpërmjet identifikimit që ka të vetin, pra ka një drejtues, një përcaktues të brendshëm, i cili përcakton fotografik të asaj që të dronit kryesisht, sepse është për drone ose për helikopter, sepse në rastin e Iranit asnjë avion amerikan nuk do të ulet deri në lartësinë 4-5 kilometra, 6 kilometra për të goditur, është e pamundur që nuk mund goditet nga kjo. Pra bëhet llaf kryesisht të përdoret kundra dronëve dhe asnjëherë në rast kundra avionit. Të gjithë avionët amerikanë në rast se do të bëhet sulmi, unë besoj që do të mbesin jashtë hapësirës ajrore iraniane, por edhe në rast se do të hyjnë nuk do të ulen poshtë 10.000 metrëshit, pra do të mbajnë për sigurinë e tyre. Ndjek avionin ose atë me rreza infra të kuqe të mesme dhe me rreza infra të kuqe të gjata, edhe nëpërmjet ultrave, edhe nëpërmjet rrezave ultraviolet, pra nëpërmjet nxehtësisë që lëshon droni, motori i dronit ose diçka tjetër. Pra, i ka të inkorporuar të tre, ndërkohë që të vjetrat janë igla, pra është bërë modifikuar igla, pra igla sistem, ajo ka vetëm me ultraviolet. Dhe kësaj janë futur edhe 3 opsione të tjera që ta ndjekin në 3 mënyra të tjera mjetin ajror, cilin do ta argëzoj. Po si thash, është rrezja 5 deri 6 kilometër dhe pa radar, 5 deri pra me sy e shef dhe e godet, kurse me radar mund ta përcaktosh sepse ta përcakton radari dhe përcakton momentin e lëvizjes dhe krahun e lëvizjes dhe këndin e lëvizjes dhe e lëshon raketën më përpara. Pra nuk dihet a do të shitet me radar apo pa radar, po gjithsesi edhe në rast se janë dhënë, edhe në rast se jepen vetëm për dronët, pra nuk kanë efekt dhe nuk mund të përdoren mbi avionët amerikanë. Pra nuk është se do të shkaktojnë ndonjë dëm të madh, është thjesht një lajm për ta thënë, po nuk kanë ndonjë vlerë të madhe në aspektin e një përballje midis Iranit dhe Shtëpisë Bashkuara. Po sistemi pancir, Dritan. Edhe sistemi pancir është sistem kundërajror i cili përdoret, është sistem kundërajror me rrezë të shkurtër veprimi, pasi fuqia e tij goditëse është diku të rreth 35-40 kilometra, pra që ka rrezën e goditjes, raketat pancir. Po janë pjesë e një sistemi mbrojtje me shtresa, të shtresëzuar. Pra kjo është shtresa e fundit, jo shtresa e parë, është shtresa me rrezë të vogël veprimin, pra fillon nga 5 deri në 40 kilometra.
Kjo është, pra përdoret kundër avionëve, përdoret kundër raketave, përdoret kundër dronëve, pra mund ta përdorësh Jo, gjithë. ajo arsyeja pse i mora Dritan ishte për të parë që mjete ushtarake ruse, domethënë janë me shumicë aktualisht sot në Iran. Absolutisht. Si ta lexojmë këtë? Shiko, është një pjesë e bashkëpunimit iraniano-rus, edhe ata kanë një marrëveshje strategjike të bashkëpunimit 20 vjeçare, pra. Dhe ajo që është interesantja është se marrëveshja, siç thash, Kina me Iranin kanë një marrëveshje bashkëpunimi strategjik 25 vjeçar, kurse Rusia me Iranin kanë një marrëveshje 20 vjeçare, por të dy ato marrëveshje mbarojnë në të njëjtin vit. Në të njëjtin vit. Po sepse Kina, Irani dhe Rusia kanë bërë par vjet marrëveshjen dhe ka hyrë në fuqi i vjet, kurse Irani dhe Kina kanë bërë para 5 viteve. Pra njëra 20, tjetra 25 dhe mbarojnë në të njëjtin vit këto dy marrëveshje. Pra duan edhe 20 vjet që të mbarojnë këto marrëveshje strategjike. Dhe në bashkëpunim në këtë pjesë të marrëveshjeve strategjike përfshihet bashkëpunimi ushtarak, bashkëpunimi në fushën e energjisë atomike, bashkëpunimi në fushën e transportit, bashkëpunimi në fushën e tregtisë dhe të gjitha tjera. Dhe janë pjesë e kësaj. Pra janë pjesë e kësaj ndime që Irani i kërkon në këtë bashkëpunimin ushtarak. Normalisht që ky bashkëpunim ushtarak është i ndërsjellët, e themi ndërsjellët për arsye se edhe Irani i ka dhënë rusëve dronët, pra dronët Shahed që kemi parë, janë dronë rus, i ka dhënë teknologji pak shumë veta e dim, por çdo kush mund të hyjë në Google dhe të shohë në vitin 2012, Irani ka rrëzuar një dron që njësh ka qenë në atë kohë, një nga dronët më të sofistikuar së Bashkuara të Amerikës, i cili është si, po ta shohësh në pamje, është si në fluturim ai ngjan si një skifter, si fluturim. Është një nga dronët më sofistikuar së Bashkuara të Amerikës, dhe Irani ka arritur ta rrëzojë nëpërmjet teknologjisë të tij këtë dron në kufi me Afganistanin në 2012 në territorin iranian. Dhe atëherë në 2012 Obama i kërkoi Iranit që ta kthente, iranianët nuk e kthyen, por e përdorën me atë që quhet reverse engineering, pra inxhinierie filluan ta zbërthenin në mënyrë inxhinierike dhe i ndan të dhënat e tyre në atë kohë me Rusin, pra nuk e mohuan që i ndan të dhënat e këtyre dronëve amerikanë, të kësaj teknologjie amerikane shumë të avancuar në atë kohë që nuk ekzistonte as tek Kinet, por në 2012 Irani ka arritur dhe për asaj kohë ka një bashkëpunim të tillë me rusët, pra dhe ndarja e kësaj teknologjie, pra është një gjë shumë e madhe, pra nuk është një gjë diçka e vogël. Në luftë kjo është? Absolutisht, kjo është baza, sepse problemi është që amerikanët nuk e kanë ndruar me këtë teknologji. Kanë bërë dronë të ri, por bazuar mbi këtë teknologji të 2012-s. Dritan, kjo ishte për sa i përket, po para se të kaloj edhe tek një bisedë në lidhje me luftën në Iran, sërish, po do doja shumë me që jemi futur të teknikalitetet e një sulmi, çfarë është kjo flota e mushkonjave të Iranit? Bëhet fjalë për këto? Po quhen mushkonja sepse janë këto, ne kemi folur në një emision të tuaj, me sa mbaj mend, janë këto varkat, mund t'i quajmë skafe, po i themi. Skafe, secili skaf përdoret në 4 veta dhe këto skafet janë të pajisura me raketa antidetare, me 2 lloje, me raketa antidetare me gjuajtje direkte dhe me raketa antidetare që kanë rreze deri në 200 km, janë Hormuz 1 dhe Hormuz 2, dhe diferenca, problemi i këtyre raketave është që këto raketa e ndjekin anijen të cilin, pra objektin detar që duke dasësh nëpërmjet rrezeve që ajo lëshon, pra duke qenë se çdo anije luftarake përdor radarët, pra atëherë dhe anija luftarake kryesisht janë në lëvizje. Dhe normalisht që në një rreze prej nga 100 km deri në 200 km aty nuk mund ta shohësh anijen, sepse këto kanë një radar shumë të vogël. Pra ato kanë një radar bordi deri në 50 km, 70 km. Pra kur kalon mbi 100 km nuk e shohin ku ndodhet anija, por në momentin që e lëshon në rreze, e lëshon këtë raketë Hormuz 1 ose Hormuz 2, kjo raketë automatikisht e ndjek anijen deri në 300 km nëpërmjet rrezeve të radarëve dhe komunikimit që kjo anije lëshon. Pra, nëpërmjet valve të radarëve dhe valve të komunikimit të anijes. Pra edhe pse anija është në lëvizje, nuk ka nevojë të jetë statike, këto e ndjekin dhe me këto varka, me këto skafe, mundohet të afrohet sa më shumë. Irani ka shumë nga këto, i përkasin në gardës revolucionare iraniane dhe
janë shumë të rrezikshme, sepse janë kryesisht misionet e tyre janë misione vetvrasëse në aspektin sepse këto afrohen dhe mund biesh edhe në rrezën e një anije, në rrezën e goditjes së një anije luftarake. Por ama kanë raketa të drejtuara, kanë edhe raketa të padrejtuara. Të padrejtuara, të padrejtuara në aspektin raketat të drejtuara janë që jepet objektivi dhe raketa ndjek objektivin, siç fola për Ormuzin Ormuz 2-shin, po ka edhe raketa të padrejtuara diku te rreth 16 copa, 24 copë që i lëshon në një rrezë prej deri 70 kilometra, nga 50 deri 70 kilometra, pra drejtohesh drejt objektivit dhe i lëshon dhe ato shkojnë bien si prella shiu, pra si me rënë kështu, po nuk është se kanë drejtim. Pra në momentin që objektivi mund të lëvizë nga vendi, këto nuk e ndjekin objektivin dhe bien natyrisht te objektivi pa vend. Pra, këto janë të padrejtuara. Dritan, e fundit që ta mbyllim me Iranin është reagimi Netanyahu, i cili ka thënë për një kundërpërgjigje shumë serioze në rast se Irani do ta godiste. Bëhet fjalë për sepse kundërpërgjigje serioze nga ana e Izraelit në rastin konkret do ishte vetëm një goditje bërthamore. Do t'jetë gabimi më i madh në historinë e Iranit, thot Netanyahu. Unë mendoj që po, sepse Izraeli nuk ka asnjë kapacitet tjetër për kundër përgjigjur Iranit vetëm me bombë bërthamore. Izraeli tashmë është kthyer në një deri dje ishte një bazë avancuar e Shtetit Amerikës, tashmë është një klient i avancuar i Shtetit Amerikës dhe me luftën 12 ditore me Iranin, por edhe me luftën 2 vjeçare me Hamasin, u pa që Izraeli nuk është as shtet, pra është një sekt nazifashist, i pa aftë të bëj luftë dhe i aftë vetëm që të bëj genocid dhe vrasje, dhe edhe pjesa e bombës bërthamore hyn te pjesa e genocidit. Pra për këtë janë të specializuar izraelitët dhe këtë din ta bëjnë mirë. Pra genocidin dhe vrasjen e vetëm gjë që ata din bëjnë, luftë nuk din të bëjnë, nuk kanë bërë ndonjëherë luftë në jetën e tyre. Të gjithë ato që janë konsideruar si lufta 4, 5, 6 ditore nuk janë lufta. Kanë qenë vendet arabe nuk kanë kapacitet të bëjnë luftë. Dhe në 2 raste në 3 raste Izraeli që ka tentuar të bëjë luftë, në të 3 rastet ato i ka humbur. Pra rasti i parë është i vitit 2006 me Hezbollahun në Liban. Për 32 ditë Izraeli nuk arriti të merrte asnjë nga fshatrat në territoret aty afër, i vetëm, pra pa mbështetjen e Shtetit Amerikës. Po ashtu edhe 2 vjet me Iran, me Hamasin në Gaza nuk arriti asnjë lloj objektivi që i vuri vetes, pra dështoi totalisht, humbi, dhe në luftën 12 ditore me Iranin sërish mbeti i dështuar. Pra e ka treguar që nuk ka asnjë lloj kapaciteti dhe vetmja gjë që ata mund të përdorin, posedojnë bombën bërthamore dhe mund të lëshojnë bombën bërthamore ndaj Iranit. Vetëm kjo është kundërpërgjigje serioze e Izraelit ndaj Iranit. Kundërpërgjigje tjetër nga ana ushtarake e Izraelit nuk ka asnjë kapacitet që t'i bëjë Iranit pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po Irani ka deklaruar që do ta godas absolutisht do ta godas. Një all-out war Izraeli do të jetë parsor. Absolutisht do ta godas. Dhe kundërpërgjigja do të shkojmë në këtë pikë. Po, por ato bomba bërthamore në moment që e godet, pra do të kemi që parasysh ka Izraeli mund të lëshojë bombë bërthamore nëpërmjet raketave dhe nëpërmjet avionit. Pra 2 ka, ose do lëshojë një raketë balistike ose do lëshojë nëpërmjet raketave të avionëve. Në momentin që fillon lufta, pra në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës e godasin Iranin dhe Irani fillon e kundërpërgjigjet, atëherë në këtë moment humbet mundësia që Izraeli ta godasi me avion, sepse këta avion nuk mund të afrohen, sepse që të afrohen, rrezja e veprimit të kësaj bombe, të kësaj rakete bërthamore që Izraeli sheh është diku rreth 240 kilometra rrezë goditje. Pra duhet të afrohet që të shkojnë në Teheran, duhet të afrohet diku rreth 100 kilometra nga kufiri me Iranin, pra brenda Irakut, hapësirës Irakut dhe të përdoret, por në momentin që ka filluar lufta, atëherë gjithë aviacioni dhe gjithë mbrojtja kundërore iraniane është e angazhuar në këtë dhe është e pamundur që avionet izraelit ta afrohen në këtë distancë që të përdorin, kështu që mbetet të përdorin vetëm raketat e saj balistike, por edhe në raketat balistike, në rast se lëshohet një raketë e tillë balistike dhe në rast se është një raketë bërthamore, atë do të ketë parasysh që rusët kanë kapacitetet ta identifikojnë këtë, po edhe kinezët me anijen e tyre që kanë sjellë dhe që kanë me anijen e tyre luftarake, me ato 2 anijet, kanë një anije luftarake zbulimi dhe një anije tjetër zbulimi oqeanografike, arrin ta përcaktojnë lëshimin e kësaj rakete dhe raketat balistike të tilla që lëshojnë nga Izraeli bërthamore kanë një trajektore të përcaktuar. Mbetet për tu parë mendoj që sërish do të jetë nuk përjashtohet mundësia që ata të godasin, por goditja do të mbetet e vështirë nga ana e Izraelit. Për arsye se
goditja e kësaj rakete në ajër mund bëhet prioritet pastaj Iranit, sepse është një goditje, është një raketë për cilën do të marrë automatikisht njoftim nga rusët dhe nga kinezët, sepse bëhet laf për një raketë bërthamore, dhe në rast se kundër një rakete të lëshon 2 raketa, atëherë jam i bindur që kundër kësaj rakete iranianët mund të lëshojnë 20 raketa derisa ta godasin në ajër. Pra dhe mbetet nuk e përjashtohet mundësia e goditjes, kurse mundësia e lëshimit të raketës për mua ekziston deri në shkallën 90% izraelitët do ta lëshojnë atë. Dritan, e fundit do diskutojmë një postim tëndin që lidhet me atë që thash edhe në fillim të emisionit, me faktin që kemi hyrë në vitin e 4, në vitin e 5 luftës, dhe më kemi mbyllur vitin e 4 luftës Rusi-Ukrainë. Dhe unë do ta nis me një pyetje provokuese. Akoma Rusia nuk e ka marrë Ukrainën edhe pas 4 vjetëve dhe po hymë në vitin e 5. Duhet kemi një gjë parasysh. Është një pyetje që ju e bëni pyetje, ndërsa pothuajse gjithë shumica tashmë një pjesë e mirë e perëndimorëve në perëndim e mediave perëndimore e nxjerrin këtë si një pjesë të fitores, pra duke qenë se në fillim ishte që Rusia ishte një stacion, një pompë benzine e maskuar si shtet, dhe me luftën në Ukrainë brenda një kohë shkurtër Rusia do të binte si shtet, nuk do të funksiononte më. Tashmë që nuk arritën ta zhbëjnë Rusinë, tashmë kemi kaluar te kjo që perëndimi e quan që shef ka 4 vjet nuk po e merr dot. Pra në çdo lloj mënyre perëndimi mundohet të justifikojë humbjen e luftës në Ukrainë. Lufta në Ukrainë nuk është bërë për marrjen e Ukrainës, pra do të kemi gjë parasysh. Lufta në Ukrainë kemi bërë me një luftë me një objektiv strategjik të rusëve, e cila ka të bëjë me eliminimin total të ushtrisë të forcave të armatosura të Ukrainës, pra të fuqisë ushtarake të Ukrainës dhe të fuqisë ushtarake të NATO-s në Ukrainë. Operacionet që zhvillohen në Ukrainë përkatësin janë operacione ushtarake në shkallë të gjerë, operacionet ushtarake në shkallë të gjerë që janë zhvilluar prej ditës së parë së luftës dhe vazhdojnë edhe tashmë, në këto 4 vjet kemi hyrë në të 5-ën si shtatë edhe juve, kanë të bëjnë me operacione që zhvillohen në nivel korpusi, në nivel divizioni, në nivel brigade, pra brigade lart. Brigada është nivel taktik ose gjysmë taktik, gjysmë operacional, kurse divizioni është nivel operacional, kurse korpusi është nivel strategjik. Pra neve kemi aktualisht në Ukrainë, kemi pasur prej fillimit të luftës deri më sot, të gjitha operacionet ushtarake zhvillohen në nivelin e divizionit dhe pra nivelin operacional dhe nivelin strategjik. Dhe për këtë arsye quhen në shkallë të gjerë. Dhe gjithë kjo vrimtari ka të bëjë, qëllimi i vrimtarisë në shkallë të gjerë është pjesë asaj që quhet luftë shkatërruese, pra që i thon attrition war. Pra kjo attrition war nuk mund të funksionojë ndryshe vetëm se nëpërmjet operacioneve në shkallë të gjerë. Pra vetëm me operacione ushtarake në shkallë të gjerë, sepse quhet shkatërruese, pra zhbërse, shkatërruese, thërmuese, dhe qëllimi i saj është që të shkatërrojë dhe thërmojë forcat e armatosura të kundërshtarit, pra fuqinë ushtarake dhe fuqinë mbrojtëse të kundërshtarit ta shkatërrojë. Nuk ka për qëllim që të marrë territor në vetvete, pavarësisht se territori bëhet pjesë e kësaj, sepse ti shkatërron një pjesë të ushtrisë dhe ku ajo shkatërrohet, ajo që mbetet të rriqet dhe atë territori merr ti se avancon. Por primar nuk është territori. Primar është shkatërrimi i fuqisë ushtarake. Pse? Sepse në moment që ti shkatërron fuqinë ushtarake dhe ti e merr këtë territor që armiku e lë, atëherë armiku nuk ka kapacitetet të kundërsulmit në territorin tënd. Pra ti nuk i jep mundësi atij që të riorganizohet, të forcohet në ato terrene, në atë nivel operacional dhe strategjik, por edhe qoftë taktik që ti sulmon ose që mban në ato terrene. Dhe baza e luftës shkatërruese dhe baza e luftës të operacioneve, pra me operacione ushtarake në shkallë të gjerë, është industria. Dhe lufta në Ukrainë ka treguar në këto 4 vite që është një luftë industriale. Siç ishte lufta e parë botërore dhe lufta e dytë botërore. Lufta e parë ishte një luftë industriale, e cila mbaroi me marrëveshje, kurse lufta e dytë botërore ishte totalisht një luftë industriale dhe fitoi ajo palë që prodhonte më shumë, armatim ajo palë që prodhonte më shumë, municion ajo palë që prodhonte më shumë ushtar. Pra fitoi perëndimi së bashku me Bashkimin Sovjetik, sepse arritën të tejkalonin në aspektin e industrisë, kompleksit industrial ushtarak, prodhimtarinë dhe fuqinë industriale të Gjermanisë, qoftë me armatime, me municione, me mjete ushtarake, por edhe në sasi në njerëz. Pra në quhet luftë industriale. Luftë industriale. Edhe kjo që po zhvillohet aktualisht në Ukrainë është luftë industriale, sepse kemi hyrë në një luftë ku tashmë Ukraina e harxhoi ushtrinë e saj dhe mbetet të marrë armatime dhe municione dhe çfarëdo lloj ndihme tjetër me përjashtim të asaj njerëzore,
nga perëndimi pra nga NATO. Pra NATO po e furnizon tashmë që 3 vjet Ukrainën me çdo lloj gjëje, pasi Ukraina nuk ka më asnjë kapacitet të prodhimit të saj, sepse edhe ato kapacitete të prodhimit që kishte trashëguar nga Bashkimi Sovjetik, ato u shkatërruan në vitin e parë të luftës. Pra nuk ka më kapacitete, ato që kishin mbetur, sepse kapacitetet industriale ushtarake të Ukrainës që u trashëgoi nga Bashkimi Sovjetik, gjysmat e tyre i kishte kanibalizuar për shkak të korrupsionit të lartë që kishte Ukraina, kurse ato që kishin mbetur u shkatërruan nga bombardimet ruse. Ndërsa Rusia i rriti kapacitetet e saj të prodhimit industrial ushtarak, për arsye se ajo trashëgoi pothuajse 80 deri 90% të industrisë ushtarake të Bashkimit Sovjetik, nuk e prishi dhe nuk e shkatërroi atë, por nuk e kishte aktivizuar. Dhe nuk është se ngriti nga e para, pra nuk bëri ndonjë sforcë të madhe për ngritjen e kapaciteteve industriale ushtarake. Rifuti në aktivizim ato kapacitete të industrisë ushtarake sovjetike që kishte, por që i kishte ngrirë, me thënë, si më ta them. Pra i kishte konservuar dhe ato i rihapi sërish dhe nga ato po prodhon. Ato fabrika, ato uzina që janë që Stalini i zhvendosi dhe çfarë bëri Stalini, tregoi që dhe kjo luftë tregoi që Stalini pasi qenë një njeri i zgjuar, pra një nga ata që janë burra shteti, pra, dhe burrat e shtetit mendojnë për dekada më parë. Na jo në aspektin e burrit shtetit që edhe ajo është burr shteti, pra që me vendimet, por ama në aspektin e industrisë ushtarake dhe gjatë luftës me Gjermaninë ai vendosi që gjithë industrinë ushtarake ta zhvendosen në thellësi, pra zhvendosen në thellësi të Rusisë në Urale, në Bashkimin Sovjetik. Dhe aktualisht ato fabrika, ato uzina janë aktualisht ato që prodhonin në kohën e Bashkimit Sovjetik. Ato po prodhojnë edhe sot aktualisht. Dhe kjo pse e bëri në Urale, sepse në Urale e parashikoi që çfarë do lloj veprimtarie luftarake që të ndodhet në kufit e Bashkimit Sovjetik të atëhershëm, cili është sot Rusia, mbeti Rusia nga zhbërja e Bashkimit Sovjetik. Këto fabrika janë jashtë rrezës së goditjes të armikut. Pra, bëri atë që quhet thellësia strategjike. Pra shfrytëzoi thellësinë strategjike dhe thellësinë strategjike i jap bashkë gjeografisë dhe thellësia strategjike u bashkangjit edhe popullatës. Kemi në Ukrainë kemi një popullat për 44 milionë në fillimin e luftës, tashmë ka mbetur 25 milionë sepse kanë ikur pothuajse 20 milionë, edhe më shumë mendohet, kurse Rusia është një popullat për 144 milionë, pra ka thellësi strategjike, ka thellësi njerëzore, ka thellësi industriale. Të treja këto, ndërsa Ukraina nuk ka as thellësinë e popullatës, pra nivelin e popullatës për të përballuar humbjet, nuk ka as kapacitet industriale për të zëvendësuar humbjet që kanë, dhe nuk ka as thellësi strategjike për arsye se të gjitha raketat ruse mbrin çdo lloj pike të territorit të Ukrainës. Dhe është totalisht e varur nga NATO. NATO për vete nuk ka menduar asnjëherë dhe gjithnjë e ka nënvlerësuar kapacitetet industriale ushtarake të Rusisë, e ka nënvlerësuar Rusinë në të gjitha aspektet, pavarësisht se rusët janë një vend i cili kanë nxjerr shkencëtar, kanë nxjerr njerëz të mëdhenj, njerëz të ditur që të artit, të shkencës, të fizik, matematik, në forca ushtarake, pra baza e doktrinës ushtarake që përdor gjithë bota, doktrina ushtarake bazë është doktrina ruse, pra nga rusët kemi marrë doktrinën ushtarake, të gjithë, edhe perëndimi që përdor. E qartë. Pra pavarësisht dhe me të gjitha këto, sërish duke e trajtuar armikun si të paaft, duke trajtuar armikun si budallat, duke i zhvlerësuar armikun, atëherë ajo është hapi i parë drejt një humbje të sigurt. Dhe për këtë arsye ka 4 vjet që është vërtet që rusët nuk kanë marrë Ukrainën sepse nuk ju intereson ta marrin Ukrainën në atë aspektin siç atë reagimin e Zelenskit të regjia. Siç mendon perëndimi, por ama do ta marrin Ukrainën me anë të luftës, pra duke shkatëruar dhe kur të shkatërrojnë gjithë fuqinë ushtarake të Ukrainës. Atëherë çfarë do mbrim në një Ukrainë që të gjithë këto grupet neonaziste, të cilat janë pjesë e ushtrisë ruse, pjesë e ushtrisë ukrainase do të largohen siç ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. Në fund të luftës së dytë botërore, të gjithë bashkëpunëtorët e nazizmit, që ishin me krye Stepan Banderët, u larguan dhe u arratisën në Amerikë dhe më pas u përdorën për një 10 vjet me banda diversantësh, siç u përdorën edhe në Republikën e Shqipërisë, të gjithë ata bashkëpunëtorët e nazizmit që u arratisën, për 10 vjet erdhën dhe hyn me banda në Republikën e Shqipërisë, duke bërë vepra anti-shqiptare në dëm të Republikës së Shqipërisë për interesin e tyre personal dhe interesin e amerikanëve. Tashmë, e njëjta gjë do ndodhi edhe me një pjesë të ushtrisë ukrainase, të asaj që është pjesa nazifashiste e saj, sërish me shkatërimin e gjithë pjesës tjetër, këta do të largohen nga Ukraina dhe do të shkojnë sërish në dyert e Evropës dhe në dyert e Amerikës, ku Evropa dhe Amerika do të shohin se me kë ka të bëjë, pavarësisht se Evropa dhe Amerika kaluan fashizmin, po këtë fashizmin e Ukrainës akoma nuk e kanë provuar, po do ta provojnë së shpejti. Edhe ata fashizmin e Ukrainës do t'i gjejnë. Dhe në rast se nuk e kuptojnë që lufta, që jemi në një luftë industriale dhe kapacitete industriale nuk ka perëndimi të përballojë këtë luftë në Ukrainë, sepse do të kemi gjë parasysh nga 32 vendet e NATO-s. Sot aktualisht lufta është bërë shumë e shtrenjtë.
Pra tregojnë që lufta është bërë e shtrenjtë, jo për shkak se të raketave, por shkak se ajo është pjesë e ushtrisë, e cila ishte pjesa e ushtrisë më pak e paguar dhe pjesa e ushtrisë me cilën harxhohej sa më pak para. Pra këmbësoria sot është kthyer më e shtrenjta në gjithë, sepse këmbësoria sot do mbështetje me dron, këmbësoria do mbështetje me armatim, do mbështetje me municion, do mbështetje me dron të veçantë që bëjnë zbulimin me dron të veçantë, që bëjnë drejtimin me dron të veçantë, që dërgojnë armatimin. Pra këmbësoria sot është bërë pjesa më e shtrenjtë e gjithë ushtrisë. Dhe shumë pak shtete janë ato të cilat kanë kapacitete sot të mbajnë këmbësori. Dhe në 32 vendet e NATO-s, vetëm 7 shtete kanë kapacitete që të mbajnë këmbësori, sepse janë shtete që kanë kompleks industrial. Pra që të mbash këmbësori të tënden, ti duhet të kesh kompleks industrial. Dhe këto janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqia, Spanja, Gjermania, Franca, Italia edhe Polonia. Vetëm këto 7 shtete në gjithë NATO-n, për 32 vendesh do kenë nesër, në të ardhmen nesër shumë të afërt, të mbajnë kapacitete të këmbësorisë, pra të mbajnë ushtri. Pjesa tjetër, mund të kenë njerëz të uniformuar, siç jemi edhe neve, po thjesht do kemi njerëz të uniformuar, por ushtri nuk do mund të kemi, sepse ushtria është sistem. Dhe sistemi kërkon kapacitete industriale të gjitha llojeve, duke nisur që nga kapaciteti industrial i prodhimit të uniformave, të cilat sot ushtria shqiptare nuk i prodhon, po ja ka dhënë privatëve dhe ndoshta i blejnë në Kinë, pra nuk ka turp më të madh, dhe të prodhosh që nga fishekët, që nga kputucët, që nga pantallonat, që nga këmisha, që nga çanta e shpinës. Pra ky është sistem. Në moment që ti se ke këtë sistem, ti nuk ke ushtri. Dritan, ndërkohë në 4 vjetorin e luftës kemi këtë deklaratë të Zelenskit për BBC-n. Putini tashmë e ka filluar luftën e tretë botërore. Unë nuk jam diktator dhe unë nuk jam unë që e fillova këtë luftë. Po fillimisht tashmë e ka filluar luftën e tretë botërore. Si e lexon këtë? Unë nuk shoh që nuk kemi luftë të tretë botërore midis Rusisë dhe Ukrainës. Lufta ka mbetur rajonale midis atyre të dyjave. Zelenski po mundohet me anë të kësaj që të fusin luftë NATO-n dhe Bashkimin Evropian, pra që në krah të tij që NATO dhe Bashkimi Evropian të çojë forca ushtarake në Ukrainë, duke ditur shumë mirë që në momentin që këto forca ushtarake do të hyjnë në Ukrainë, do të jenë objektivi i goditjes ruse, duke qenë objektivi i goditjes ruse, të mundohet që ta fusin luftë gjithë NATO-n me Rusinë, por amerikanët, cilët janë pronarët e NATO-s, kanë bërë qartësisht që çfarëdo lloj force ushtarake që perëndimi do të hyjnë atje nuk mbulon, pra ne nipesi NATO-s nuk e mbulon asnjë forcë ushtarake evropiane që hyn në Ukrainë, pra është e përcaktuar qartësisht. Dhe në momentin që nuk e mbulon, atëherë s'kemi luftë të tretë. Luftë të tretë kemi në moment që ata thonë e mbulon. Për sa kohë ata thonë që jo, nuk e mbulon, atëherë çdo gjë që ka thënë Zelenski bie poshtë. Dritan, falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë të fundit të emisionit është bashkuar me mua studiuesi Olsi Azexhi. Olsi, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Ols, si do doja shumë të dija si po e lexon aktualisht rrethimin që po i bëhet Iranit, apo përpjekjen për ta rrethuar, përforcimin e trupave amerikane, të cilat sa vinë edhe shtohen, aeropranbajtja Herald Ford, e cila po afrohet, është aktualisht në Kret dhe po shkon drejt portit Haifas me shtetëzova. Si po lexon gjithë këtë zhvendosje të madhe të trupave ushtarake, ndërkohë që kemi patur shefin e shtabeve të përgjithshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generalin Dan Kane, i cili ka parajmëruar për rreziqe për ushtarët amerikan në rast të një sulmi që mund ndodhë, se po diskutohet një sulm brenda këtyre 10 ditëve të tafatit ku presidenti Trump i ka përcaktuar Iranit që të ofrojë një marrëveshje. Tani situata duket shumë kritike. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio, që ishte në Izrael këtë fundjavë, e ka kanceluar vizitën e tij. Izraeli në anën tjetër është i gjithi në gatishmëri.
Dje, kryeministri Benjamin Netanyahu nga Kneseti izraelit deklaroi që e ka kërcënuar regjimin e ajatollahëve, duke u thënë që nëse ata godasin Izraelin, ne do t'ju përgjigjemi me një forcë që nuk e imagjinoni dot kurrë, që nënkuptohet do godasin ndoshta me bombë nukleare. Në anën tjetër, regjimi i zionisti presidentit Donald Trump po mundohet me të gjitha mjetet që ta detyroj Iranin që të kapitulloj. Në datën kur ishte përpara 2 apo 3 ditësh, i dërguari special për lindjen e mesme i presidentit Trump, Steve Witkoff, në një intervistë që dha, nëse s'jam gabim, për Fox Newsin, ai deklaroi që presidenti Trump është jo i dëshpëruar, tha ai, por është kurioz dhe nuk e kupton pse Irani nuk ka kapitulluar akoma. Amerikanët janë munduar në javën e kaluar, domethënë, që t'i kërkojnë Iranit që të kapitullojë, të dorëzojë programin e tij nuklear dhe materialet nukleare që ka të largohen nga Irani. Në një nga propozimet që amerikanët kishin bërë, i kishin kërkuar iranianëve që të merrnin edhe 5% të gjithë shitjeve të naftës që iranianët duan të bëjnë, dhe kjo ishte domethënë pjesë e pazarit që administrata Trump do të bëjë me Iranin që t'i heqë sanksionet. Domethënë, administrata e Trumpit ka bërë shumë tratativa që t'i detyroj iranianët që të kapitullojnë, sikur kapitulloi Venezuela, por ata po shohin që Irani po vazhdon me këmbgulje që mos të dorëzohet. Dhe me sa duket për administratën zioniste të presidentit Trump, nuk ka ngelur rrugë tjetër, por vetëm se konfrontimi ushtarak, pra goditja masive ushtarake. Deri përpara 24 orësh, në komandën e CENTCOM-it, që është komanda qendrore e ushtrisë amerikane, në detin arab kemi luftanijet amerikane Abraham Lincoln, Frank Peterson Jr., Spruance, Delbert Black, McFaul, Pink Knee, Santa Barbara, Tulsa. Ndërsa në gjirin e Omanit janë luftanijet Michael Murphy, Mitcher, në gjirin persik është luftania Canberra, ndërsa në Mesdhe dhe në ujrat territoriale të Kretës dhe Çipros kemi luftanijet Gerald Ford, Roosevelt, Mahan, Winston Churchill and Bainbridge. Amerikanët në këto momente kanë përqendruar pak a shumë 40 deri në 50% të luftanijeve apo të flotës së tyre detare, dhe me sa duket presidenti Trump po mendon që të godasi Iranin. Në lajmet më të fundit që kanë ndodhur mbrëm në darkë është që amerikanët kanë evakuuar bazat e tyre në Katar, në Arabinë Saudite, në Emiratet Arabe, biles nëpër internet kanë qarkulluar edhe foto ku tregohen me qindra amerikanë që largohen nga bazat amerikane që janë në vendet fqinje me Iranin, sepse sikur ka deklaruar edhe qeveria iraniane dhe garda revolucionare, në rast të një sulmi, iranianët do të djegin të gjitha bazat amerikane që ndodhen në rajon. Ngjelet për të parë nëse Irani do të godasi bazat amerikane në Greqi, në Turqi dhe në Çipro, pasi sikur e dim edhe në luftimet që janë bërë në qershor të vitit 2025, si ushtria izraelite si amerikanët kanë përdorur bazat e tyre në Çipro.
Një lajm tjetër i cili i ka mërzitur amerikanët është që britanikët kanë refuzuar që të lejojnë bazat amerikane që janë në Britani që të përdoren kundër Iranit, ndërsa Portugalia, Greqia, Kipro deri në këto momente duket se qëndrojnë me amerikanët dhe do të lejojnë bazat e tyre që të përdoren kundër Iranit. Pra, me sa po shihet nga të gjitha lëvizjet diplomatike, dhe përveç saj duhet kujtojmë që qeveria polake përpara 48 orësh, gjermanët dhe francezët dhe gjithë qeveritë perëndimore i kanë paralajmëruar qytetarët e tyre që të largohen urgjentisht nga Irani. Kryeministri polak, nëse jam gabim, Donald Tusk, bëri edhe një njoftim përpara 48 orësh ku i thoshte qytetarëve polak që nëse nuk largoheni tani urgjentisht nga Irani, më mbrapa ne nuk do të kemi mundësi që t'ju evakuojmë. Dhe me sa kuptohet është që administrata e presidentit Trump ka ardhur në aq shumë presion nga regjimi izraelit i Benjamin Netanyahu, pa që Donald Trumpi do mundohet që të godasi Iranin me qëllim që të bëj atë që njihet si regime change apo ndryshimi i regjimit. Megjithatë, një lajm tjetër interesant që ka ndodhur në 24 orët e fundit është që krye generali i ushtrisë amerikane, ja harrova emrin, s'po më vjen mend tani, Dan Kane. Ma thuaj edhe një herë emrin? Dan Kane, shefi i shtabeve. Shefi i shtabit. I shtabeve. E ka paralajmëruar Trumpin që një sulm kundër Iranit nuk do të jetë i kollaj, nga që domethënë kundër përgjigje iraniane do të jetë shumë e fuqishme dhe ne jemi shumë të dobët për t'ju përgjigjur kësaj kundër përgjigje. Lajmi i fundit që vjen në këto momente nga Izraeli dhe Libani është që Izraeli ka kërcënuar Libanin që do të godasi të gjithë infrastrukturën libaneze në qoftë se Hizbullahi hyn në luftë në krah të Iranit. Pra ky është lajmi i fundit dhe me sa po kuptohet amerikanët e kanë ndarë mendjen e tyre me gjithë izraelitët që do të godasin Iranin dhe me sa kuptohet biles në një nga këto sajtet e inteligjencës të hapur që po lexoja mbrëm, është që Irani në rast se do goditet do të vërë në punë të gjithë milicit që ai mbështet, që nga Hizbullahi, milicit islamike në Irak, Houthit në Yemen, ku të gjitha këto milici do godasin bazat amerikane në të gjithë lindjen e mesme. Dhe një lajm tjetër që ndodhi në 24 orët e fundit është që amerikanët kanë evakuar edhe një nga bazat e tyre ushtarake që kishin në Siri, ku kanë larguar të gjithë personelin, nga që kjo bazë ishte shumë e dobët dhe e afërt me këto milicit irakene. Pra, me sa kuptohet është që amerikanët ndoshta në 24 orët e fundit, ndoshta në momentet kur ju do ta transmetoni këtë intervistë, ndoshta sonde do të nisin sulmin kundër Iranit. Lajmi i fundit është që sot në orën 9 PM me New Yorkun, që i bie pak a shumë 10 AM me Malajzin, që i bie pak a shumë 12 orë nga ky moment që ne po flasim këtu, presidenti Trump do të bëjë një deklarat për kombin dhe me sa duket presidenti Trump ndoshta e ka ndarë mendjen dhe do të nisi luftën kundër Iranit. Nëse ndodh kjo, Olc, cila do të jenë pasojat për lindjen e mesme, sepse kemi thonë që do të paktën parajmërimet që kanë bërë zyrtar të lartë Iranit kanë deklaruar që kjo çfarëdo lloj goditje do të konsiderohet një all-out war, luftë totale. Çfarë do të prodhoj kjo për rajonin? A do të shkojmë tek skenari një goditje të shkurtër që mund të realizojë dhe mund të shkojë në kapitullimin e
regjimit apo kapitullimin e Iranit, apo do të kemi, si e projekton nisjen e një lufte, çfarë mendon se do të jenë pasojat? Kjo është pyetja. Tani sigur edhe raportuan mediat të ndryshme amerikane, ai shefi i shtabit në paralajmërimin që kishte bërë presidenti Trump ishte që Irani nuk është Venezuela. Domethënë, dëshira e presidentit Trump do të jetë që normalisht të bëj ndryshim regjimi, po të largohej nga pushteti Imam Ali Khamenei dhe të sjellë një regjim popull, pak a shumë atë që bëri në Venezuela me Maduron, ku shkoi e rrëmbeu Maduron dhe qeveria aktuale në Venezuela është kryer në kolaboracioniste me amerikanët, por një gjë e tillë nuk është e mundur nga që në Iran pushtetin nuk e ka një person, sigurisht e rasti një Maduros në Venezuelë, nuk e ka Ali Khamenei, por e ka Garda Revolucionare, e cila ka baza në gjithë vendin dhe është një ushtri e dedikuar për të luftuar, për të mbrojtur Iranin dhe Islamin. E dyta, generalët e ushtrisë iraniane, qeveria iraniane kanë deklaruar që në rast goditje ne nuk do të kemi më një luftë të shkurtër. E ky është edhe shqetësimi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, se amerikanët ndërsa janë të mirë për të bërë atë që quhet hit and run, godit edhe putja vrapit, ata nuk kanë mundësi që të bëjnë një luftë të gjatë në gjirin persik kundër Iranit. Përpara ato 5 ditësh ne e pam se si Irani mbylli kanalin e Hormuzit dhe për personat që shikonin video nga media të gjirit persik është që në gjirin e Hormuzit ishte bërë trafik ku kishin ndaluar ato cisternat e naftës, sigur është bërë trafik tani në atë kalimin e Librazit që është shëmbur rruga që s'kan ku të shkojnë makinat. Pra u bë një kaos i tillë në det dhe Irani e ka mundësinë që ta mbylli kanalin e Hormuzit. E gjithatë ngjelet për të parë se çfarë armë do të përdorin izraelitët dhe amerikanët. Nëse ata përdorin armë konvencionale dhe përdorin armë që Irani mund të përballet me ato, armë pak a shumë të njëjtat që u përdorën në qershor të vitit 2025, që ishin vetëm armë konvencionale, Irani nuk e ka problem luftën dhe do ta mbajë luftën. Irani ka raketa të mjaftueshme, bilet në ditët e fundit, mediat e ndryshme iraniane kanë treguar motoskap, anije kamikaz, nëndetse, silurësa dhe mjetët të tjera, domethënë që ushtria iraniane po bën gati për të zhytur luftanijet amerikane, për të minuar gjirin persik dhe kanalin e Hormuzit. Pra Iranit, kush është kalkulimi i Iranit, është Irani do donte që ishte një luftë e gjatë dhe në këtë luftë e gjatë të bllokonte tregtinë botërore të naftës, që ta gjunjëzonte perëndimin dhe ta fuste perëndimin në një krizë ekonomike. E që iranianët mendojnë që kjo është e vetmja mënyrë se si ata mund ta detyrojnë Trumpin dhe perëndimin që të gjunjëzohet. Dërsa me sa unë po kuptoj, qëllimi amerikanëve është të bëjnë disa goditje kirurgjikale, sikur i quajnë ata. Dëshira e amerikanëve do të jetë po të jetë e mundur të vrasin liderin suprem Ali Khamenei dhe kokat e regjimit islamik në një hartë që është lëshuar në minutat e fundit nga fondacioni zionist që quhet FDD apo Foundation for Defense of Democracies. Pak a shumë ky fondacion që ekziston është deg e Mossadit, domethënë, dhe është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka bërë pak a shumë edhe listën me pikat që amerikanët duhet godasin dhe ata kanë nënvizuar që duhet goditen rafinerit e naftës në Teheran, Isfahan, portet dhe aeroportet kryesore, sikur aeroporti i Imam Khomeinit, porti i Imam Khomeinit dhe në Bandar Abbas, këto terminalet e kargove dhe gjitha pikat e tjera strategjike dhe ekonomike të Iranit,
sigur edhe Ministrinë e Inteligjencës, qendrën apo shtabin e Gardës Revolucionare, Ministrinë e Mbrojtjes, zyrën e udhëheqësit suprem, të gjitha degët e ushtrisë iraniane, të vullnetarëve apo ushtrisë basizhve dhe gjithashtu edhe qendrat që Irani ka për prodhimin e municioneve dhe raketave. Pra ka shumë amerikanët i kanë bërë ato të njestrat e tyre ku ata do godasin, iranianët i kanë bërë gjithashtu, në për mediat të ndryshme, komentues të ndryshëm iranian thonë që në qoftë se amerikanët na godasin, sa herë nuk do të jetë më luftë e shkurtër, por ne do të godasim Dubain, do t'i bëjmë shumë dëm Emirateve Arabe, që është një nga qendrat kryesore që strehon inteligjencën apo spionazhin amerikan dhe Izraelit. Do goditet Jordania, ku amerikanët kanë një nga bazat kryesore për të goditur Iranin, edhe kuptohet që baza kryesore do të jetë Izraeli dhe Tel Avivi. Olc, ndërkohë përveç goditjeve kemi edhe atë projeksionin e atyre që konsiderohen proxy të Iranit, të çfarë do të bëj Hezbollahu, çfarë do të bëj Houthi, çfarë do të bëj milicit shiite në Irak, çfarë do të ndodhë në Siri. Pra, gjithashtu parajmërohet dhe lexova para disa ditësh edhe, domethënë që një rjeti iranianëve mund të ta vërë në vështirësi reale aktualisht, jo vetëm në lindjen e mesme, por gjithë botën për shkak të vendodhjeve kapilare ku ndodhen aktualisht. Mediat e rezistencës islamike në Irak, dje dhe pardje, kanë hedhur në internet video, ku kanë treguar bazat e tyre, tunelet nën-tokësor, ku ata kanë raketa dhe dron, dhe tani më dihet domethënë që milicitë irakene, të ashtë të quajtura Hashd el-Shabi, do të hidhen në luftë. Mediat izraelite, nëse jam gabim dhe portale ndryshme, tregojnë që Hizbullahi në Liban, gjithë lëvizjen shite të rezistencës kundër Izraelit tani më e ka marrë në dorë komanda e Gardës Revolucionare, pra kemi general iranian që janë në Liban që do të udhëheqin Hizbullahin. Houthit kanë deklaruar që ata do ta mbyllin detin e Kuq në rast të një sulmi kundër Iranit. Pra, deri tani ne po kuptojmë që në rast të një sulmi kundër Iranit, lufta nuk do të jetë kundër Iranit vetëm, por do të jetë një përsëritje e luftës 2 vjeçare që u bë kundër Gazës. Gjelet për të parë nëse Hamasi do të nisi luftën, megjithatë unë nuk besoj që Hamasi do të nisi luftën nga që tani më Gaza është totalisht e pushtuar dhe rrethuar, por me një probabilitet shumë të madh është që do shohim Izraelin që do të nisi bombardimet kundër Libanit, me shumë probabilitet kundër Jemenit, e ndoshta edhe kundër Irakut. Pra, kemi të bëjmë me një luftë rajonale e cila do të nisi. Më gjelet në këto 12 orët në vijim për të parë se kush do të jetë vendimi i Donald Trumpit. Channel 12 më duket se ishte e cila domethënë ishte bërë gati për transmetim live gjatë gjithë natës për sot, por Olc, do t'i kthem atij skenarit që parajmëroi Netanyahu, domethënë nëse Irani do na godas, do të bëj gabimin më të rëndë të jetës së tij, regjia duhet ta kemë edhe pak a shumë deklaratën e Netanyahut, pra do të ishte gabimi historik më i madh që mund të bënte Irani. Po ndërkohë Irani nuk e ka përjashtuar goditjen e Izraelit, ja ku e kemi edhe në ekran. Pra, një sulm mbi Izraelin do të ishte gabimi më i madh në historinë e Iranit. A mendon vërtet se mund ky skenar sepse Irani thash nuk e ka përjashtuar
përkundrazi, domethënë e ka target kryesor goditjen e Izraelit në rast të një sulmi mbi Iranin. Po, autoritetet iraniane, garda revolucionare kanë deklaruar hapur që në rast se ne do të goditemi, ne do të godasim me njëherë Izraelit. Dhe sikur përmenda më herët, deklaratën që ka bërë në Knesetin Izraelit dje, nëse jam gabim, Benjamin Netanyahu, për personat që nëse shohin videon apo fjalimin e Netanyahut në Kneset, ai thot do t'i godasin thot në një mënyrë që ata nuk e kanë imagjinuar kurrë. Pra, me sa kuptohet, ka shumë probabilitet që në rast të një sulmi iranian kundër Izraelit, një sulmi sigurisht që ndodhi gjatë luftës 12 ditore, ne mund të shohim Izraelin që të përdori ose bombën atomike, ose bombën elektromagnetike. Shqetësimi më i madh që unë mendoj që iranianët duhet të kenë në këto momente, nuk është goditja me armë nukleare, nëse fjala bie Izraelitët godasin me një bombë bërthamore strategjike Teheranin, katrojnë një lagje, vrasin 50.000 veta. Ky nuk është problema që i madh, se që mund të jetë edhe ai goditja me një bombë elektromagnetike. Në luftën e qershorit të vitit 2025, Izraeli e kërcënoi Donald Trumpin në atë kohë që ose amerikanët do të hynin në luftë të godisnin stacionet nukleare iraniane, ose në të kundërt Izraeli do godiste me bombë nukleare apo elektromagnetike. Bomba elektromagnetike është problemi më i madh që mund të përballet Irani, nga që sikur ne e dimë, teknologjitë e sotme funksionojnë me rrymën elektrike. Dhe hedhja një bombe elektromagnetike do të shkatërrojë të gjithë rrjetin elektrik iranian, do të shkatërrojë komunikimet iraniane, dhe kjo do të krijojë një kaos të paparë për komunikimin strategjik të reparteve të ndryshme të ushtrisë iraniane për t'u kundërpërgjigjur agresionit izraelit dhe amerikan. Pra mund të jetë ama skenari më shkatërrues do të ishte sigurisht ajo do në kuptimin e humbjeve të mëdha strategjike, ushtarake, sigurisht kjo elektromagnetike që ju po thoni është, por nëse eskalon situata në një bombë bërthamore, çfarë pasojash do të kishte kjo më pas? Unë mendoj që për personat që kanë parë edhe intervistën e të dërguarit special presidentit Trump, Steve Witkoff, ku ai thoshte që Trumpi është kurioz thotë pse nuk po trembet Irani. Mundësia ekziston që iranianët nuk kenë ose bombë atomike, ose bombë elektromagnetike, po tek e fundit fare, ata kanë bombë kimike, bombë biologjike, dhe për më tepër raketat që iranianët kanë ndërtuar në vitet e fundit, sikur kjo raketa Khyber Shekame dhe Khorramshahr-i ban një kokë prej një toni. Një deputet izraelit deklaroi, apo ish deputet, politikan izraelit deklaroi përpara 2 ditët në Izrael, që thoshte që nëse Irani neve na hedh, nuk e mbaj mend numrin e saktë, po ndoshta 3.000 raketa të tilla, ato janë barabarta me një bombë bërthamore. Dhe ne e pam gjatë luftës 12 ditore, shkatrimin që Irani i bëri Tel Avivit me dërgimin e këtyre raketave hipersonike me mbushje të madhe eksplozive. Përveç kësaj, në qoftë se Irani goditet me bombë bërthamore, unë mendoj që ushtria iraniane nuk e ka problem që të ndërtojë një që quhet dirty bomb. Domethënë dirty bomb është putja në kokat e raketave iraniane të materialeve të uraniumit, të materialeve radioaktive, dhe në rast të shpërthimit të këtyre raketave në Izrael, edhe nëse nuk krijohet ai zinxhiri dhe shpërthimi atomik, të prapë kanë atë mundësinë që të krijojnë radioaktivitet
Në qoftë se hidhen raketat të tjera fjalabie në Tel Aviv, Tel Avivi bëhet i pa jetueshëm si pasojë e radioaktivitetit. Pra, ngjelet për këparë se si do të përgjigjet pala iraniane, por deri tani çfarë po shohim është që lideri suprem Imam Ali Khamenei nuk është trembur nga kërcënimi amerikan, bilet në një hutbe apo fjalim fetar që ai mbajti përpara një jave. Ai tha që amerikanët tha ne po na kërcënojnë me flotilën e tyre, por ata nuk duhet të harrojnë që ne këtë flotilë mund ta fundosim në fund të detit. Dhe ne e dim që iranianët në këto 5 dekadat e ekzistencës së Republikës Islamike kanë zhvilluar armë dhe teknologji dhe besoj që nuk do ta kenë problem që të zhysin luftanijet amerikane në det. Olz, të falenderoj shumë që të kisha për gjithçka. Për shtesën. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.